Minutat merri në plazhin e Velipojës. Një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar gjatorëve të Paraditës në kompleksin Fishta, teksa tymi dhe flakët kanë rrethuar gjithë perimetrin e zonës, duke shkaktuar panik dhe kaos. Dëshmitarët okular thonë se shpërthimi ndodhi pranë një lokali, ndërsa aty ndodheshin pak persona. Ata tregojnë se kanë dhënë ndihmën e parë derisa kanë bërritur zjarfikset dhe strukturat e tjera të emergjencave civile. Unë kesh mrena. Ja nisi me fishllu diçka. Kur nisi me fishlluë, kena kap na fëmini, kena qit për jashtë. Hala pa qit fëmijë për jashtë, eksplodimi i parë, i dyti i ka qit ata për jashtë. Ai që malla Çelsin ka ngå direkt aty edhe ka shpërthyer këtu edhe ka gjuhë për jashtë. Tani çaj ka bërti, çaj ka pështu mirë, po edhe kono edhe tjetra vajza të që mua që qen pothuajse 20 shpërthime, disa të mëdha, disa të vogla domethënë. Nga brenda lokalit. Edhe pothuajse një eksploziv dëza ishte në disa raste, domethënë. Mrena i na kon kur ka shpërthy flaka. Flaka kur u dol në mrena i na kon. I kum ka fëmijë për to, kam marrë dhe kam ka për krashe, kam quajtur në nije, kam marrë 5-6 shishe ujë në lokal edhe kam hellë në krye në qafe. Edhe filloi me marr frymë, se smerte frymë hiç. Në vendngjarje kanë bërritur edhe administratori i Velipojës Altin Kaci, i cili u shpreh tronditur nga ngjarja e rëndë, teksa tha se nuk ka informacione konkrete mbi sigurinë e bizneseve private në pikat turistike. Në momentin që ka ndodhur shpërthimi, këtu, unë kam qenë në zyrën time në njësinë administrative në Velipojë, në qendër të Velipojës. Informacioni më erdhi me anë të telefonit nga ana punojësve të mi, punojësve të shërbimeve. Në momentin që unë kam rri këtu, 10 minuta pas shpërthimit. Situata në momentin që unë kam rri këtu ishte shumë e rënduar. Them drejtën, ishte shumë e rënduar se kishte shumë flak, megjithëse 2-3 minuta pas shpërthimit kanë mrit forcat e zjarfikseve. Informacionin që kemi ne si njësi administrative është shumë i pak nga kjo, pasi është inspektorati që man informacionin për kontrollin e bombolave dhe mbrojtjes është i mvarën tek Ministria e Energjetikës dhe nuk kemi ndonjë informacion tonë. Më pas policia ka rrethuar zonën teksa për arsye sigurie nuk janë lejuar pushuesit të ngjiteshin në pallatin ku ndodhi shpërthimi. Fati deshi që shpërthimi të ndodhte gjatorëve të Paraditës, kur pushuesit ishin vendosur kryesisht Buzdetit, pasi nëse do ndodhte gjatorëve të pasdites apo mbrëmjes, atëherë pasojat në njerëz do të kishin qenë katastrofike, pasi kompleksi Fishta është një prej komplekseve më të mëdha të banimit dhe frekuentimit në Velipojë.